UEFA ka qenë organizatore. Ne si redaksia e portalit Telegrafi kemi kërkuar më njëherë sqarime duke i bërë pyetje se a janë shkelur parimet bazë, domethënë a ka qenë diskriminimi një antare si Kosova, domethënë antare e barabartë me gjitha federata tjera, a u diskriminu në atë rast, pasi që simbolet brenda kongresit janë hequr diku nga mesi i kongresit. Ajo ka qenë tentative e provokimit situatës dhe UEFA nuk e ka sqaruar ende. Nuk keni marrë një përgjigje zyrtare, pra? Nuk ka asnjë përgjigje zyrtare, pasi sigurisht që UEFA është përgjegjëse më e madhe kur dihet që ka qenë organizatore dhe Federata e Serbisë në këtë rast e ka luajtur vetëm rolin e logjistikës. Por sigurisht që ndonjë notë proteste është dashur të jetë edhe ndaj saj si organizatore, këtë rast si mikpritëse e kongresit. Kështu që sa i përket, a mund ta shmangnim, mund të ishte më mirë ta linim si gjendje normale praninë e flamurit Kosovës, se pati komente në Kosovë edhe që u gabua, po themi me pozimin, me gjitha të pompozitet që i dhanë mediat. Apo nuk ka ndonjë problem të krenohesh me flamurin tënd? Pak veprimin gotshëm, por nuk mendoj që nuk lejohet, ose përderisa ai flamuri ka qenë i vendosur si antare rregullt, ai vetëm një fotografi apo një video incizim si secili president i ndonjë federate shtetit e ka bë, nuk besoj që ai e ka provokuar situatën, por veprimi serb ka qenë më shumë për t'i ngopur atë apetitet e popullatës dhe për t'ju bërë me dije që shërën e luftojmë dhe nuk e lejmë të përpara, jemi kundër tyre, bla bla, kështu. Ma shumë ka qenë për konsum të brendshëm, domethënë brenda popullatës. Në Kosovë ka patur debate mes analistëve dhe ekspertëve, apo? Në Kosovë? Po, a është diskutuar për këtë çështje? Është diskutuar, ka pasur kritika edhe në drejtim të krejut të Federatës Futbollit Kosovës, por unë mendoj që nuk ka qenë zgjidhja që ai të largohet nga mesi i kongresit kur dihet që do të ishte pa rezultat. Kështu që ne shohim UEFA-n që nuk ka reaguar ende, domethënë nuk ka asnjë reagim zyrtar dhe për atë nëse veç ishte largu, asgjë nuk ishte ndodhur, veç se ndoshta kishte marrë edhe ndonjë kritik, por dihet që jo gjithmonë federatat ose them kështu kushtimisht shtetet e vogla i llogaritin njëjtë me shtetet e mëdha. Kemi pasur Serbia është disa recidiviste incidenteve, duke filluar nga ndeshja me Shqipërinë 2014, ka qenë kualifikuese, dhe më vonë edhe me Anglinë U21 dhe raste tjera, dhe dënimet kanë qenë minimale. Ndërsa për federatat vogla si për rasti i Kosovës, them në Rumani, nuk është se është bërë në ndonjë vendim, them ashtu i madh, dënime minimale për Rumaninë. Kështu që nuk veproi njëjtë dhe unë e shoh këtu një gabim të UEFA-s që nuk e llogarit secilën federatë barabartë. E qartë. Zoti Hasani, një koment për heqjen e flamurit Kosovës, nuk e di si e kanë përcjell mediat në Serbi dhe çfarë bëri përshtypje si sportdashës. Padyshim se është një akt jo i mirë. Mund që mbron dhe ditëve më herët na kanë ftuar edhe kështu në për studio, e kemi biseduar se si do të reagonim ne në këtë rast, pasi që ne i vetmi klub shqiptar që luajmë në Serbi. Na kanë pyetur dhe si kalojmë nëpër ndeshjet që i luajmë në Serbi, dhe pikërisht mbrëm e kanë lidhur edhe këtë aktin e Bosilegradit, e kanë lidhur me atë të Kosovës, që po për mua kjo mund të qëndroj, sepse ne e dim, edhe kolego që foli më herët, ata dim me i bot të gjitha, kur tjetë në pyetje politika, ata nuk zgjedhin forma. Dhe me thonë, duke fillu prej sportit e deri tek ndonjë organizatë më e thjeshta, ata mundohen ta udhin fajin tek politika dhe ndërlidhin çfarë do lloj situate në politikë. Unë e ceka më herët thash se ne mundohemi gjithmonë që parullat, pakënaqësitë, gjitha që i kemi, të mos i shfalosin në sport.
Dihet se ndoshta masovitetin më të madh në Lugin e ka Tërnoci dhe mundemi një çej proteste me pas çdo javë. Më spaku 1000 shikuesi kemi. Më spaku 1000 shikuesi kemi dhe mundemi të shpalosim çfarë do lloj pakënaqësie. Por duke ikur të themi mos bëhemi si ata, jemi munduar të mbajmë atë vijën vetëm të sportit dhe brenda këtyre 10 viteve, 15 që garojmë aty, asnjëherë nuk kemi bërë ndonjë parull politike apo etnike, duke ditur se ndoshta edhe dënimet për neve do të ishin shumë më të mëdha, edhe jemi përqendruar që të luajmë vetëm futboll. Ne kemi një rastin e para 2 viteve kur kemi qenë në Medveq, në komunën tjetër shqiptare, vetëm se kemi vizituar dhe kemi bërë shqiponjë dikrenare para Këshillit Kombëtar Shqiptar, para zyreve të Këshillit Kombëtar Shqiptar atje, klubi futbollistik të Noci është dënuar me 1000 euro. Okej, vetëm për shqiponjën. Nuk është vetëm për shqiponjën. Domethënë jemi dënuar gjaja se kemi qenë me uniformat të klubit dhe se sporti nuk ka të drejtë të bëjë parolla politike, edhe pse ajo ishte vetëm thjesht një foto dhe një vizite, sikur të ishte ndonjë muze apo diçka tjetër, dhe domethënë kemi kaluar me gjobë. E mos flasim në ndonjë ndeshje të shfalosim ndonjë parull apo diçka, ndoshta edhe do të kishim kaluar shumë edhe më keq. Po them prap, ne asnjëherë nuk kemi shfalosur parulla politike, thirrje për çfarë do lloj që do i kishim penguar serbëve këtu, dhe prap tretmanin e kemi kështu, siç i keni parë mbram videon qizime. Zotë Sani, shumë faleminderit që ishi me ne. Faleminderit edhe juve. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Dëgjojmë për një. Mirë miq, do të shkojmë publicitet, kthehemi vetëm pas pak.